Përshëndetje dhe mirë se vini në Shtetet Bashkuara të Amerikës me Noli Show, Noli TV. Nder dhe kënaqësi e madhe është kur kam njerëzit të botës të artit, njerëzit që prezantojnë punën e tyre për shumë vite që kanë punuar, njerëz që e dojnë botën e artit. Sot kemi kënaqësi të kemi në studio një nga zërat më të veçantë të letërsisë shqipe, poeti, përkthyesin dhe studiusin e njohur, zotin Primo Shlakun. Mirë se na ke ardhur zoti Primo, me të vërtetë është një kënaqësi e madhe se unë e di vetë që të kam takuar në State Island vitin e kaluar me sajt. E di, na ke bën një nder të madh kur isha atje, edhe biseda jote për ato 10 minuta sa folet e shkëlqeja të vend atje. Mirë se ke ardhur dhe si po kalani. Mirë se ju gjeta edhe gjithçka ka qenë në sjell në Long Island. Dalim pak. Besoj që do të kam kënaqësinë të fillojmë për atë vendin e bukur, për atë Shkodrën e bukur, për ato shkrimet e juaja në Shkodër. Si kanë filluar ato hapat e parë? Do të kthej pak mbrapa, te mosha rinore, shkollimet. Me thamë deri nol, fillimet janë gjithmonë të mjegullta, edhe duhet me pas mendje kompjuterike ose me adorzu kujtesen materjes për me mujt me nxjerr pikën 0, pikën 1, pikën 2, pikën 3. Gjithçka ka fillu në bibliotekën e madhe të babës tim, në bisedat e pafundme që ai bante me agjen tim përkthyesen e Iliadës, dhe si me thanë, ajo shumicë e cilësume gjithmonë e bisedave mi letërsinë, mi artet, mi historinë, edhe mi kulturën, pra që janë ba. Unë kam le në një terren humusor, me humus, edhe kisha 2 rrugë. O më u bë hamall, o me marrë rrugën e të parëve të mi. Me thënë drejtën, fati më privilegjoj, sepse unë nisa në një rrugë, pa e ditë se ku të qënë, pa e ditë se si fillon, pa e ditë si vazhdon, dhe sot në një moshë bukur të madhe që jam, prep ala e ne jam i pa qartë se qa kam ba edhe ku jam të shku prap. Se unë eci për çdo ditë. Me shkrime e kam fjallën, se me po ecin edhe breshka. Kur filluan shkrimet e juaja të para si moshtre? Dhe se çka keni shkruajtur? Unë i kam marrë mësimat e para shkollore në shkollën Vasil Çanto, e cila ishte ish shkolla e fretenve, ku kishte dhënë mësim fishta, ku kishin dhënë mësim kolosat e gjuhësisë, e letërsisë, e kulturës shqiptare në periudhën e pavarësisë dhe edhe ma përpara, dhe atje në midis të oborrit të asaj shkolle ndodhet një rap i madh, është prapaj aty. Aja është i mjadhun dikun nga gjysma e shekullit të 19, dhe unë si i vogël edhe në klasë të parë, edhe në klasë 7 kur i ka prej aty, gjithmonë kisha parasysh fjalë që më thoshte baba, a shefi këtë pemë. I kjo pemë ka pa burrat më të mëdhenj të kulturës shqiptare. Wow. Pra ne rrjedhe ti në hijet saj, më thonë. Po përdo. Shkolla e mesme e juaj, si filloi? Shkollën e mesme e kam fillu në Elbasan, qytetin e Elbasanit, në njënën për shkollave kryesore të qytetit, por
Elbasani duhet thënë që ishte një qytet me traditë në arsim. Atje ishte hape dhe shkolla e parë, po themi e mesme dhe për mësues. Një pjesë e pedagogëve tanë ishin nxënës të asaj shkolle dhe na e kuptonim se ishin shumë drept, ishin tolerant, nuk ishin tolerant, ishin kërkues, vepronin sipas një rregullore të brendshme e cila e kërkonte nxënësin shumë të përgatitur, shumë të angazhuar. Edhe mund të them se shkolla e mesme në Elbasan për mua ka qenë një nimse shumë e madhe për formimin tim në kohën kur unë po dilja nga adoleshenca dhe po hyja në moshën e rinisë. Kur filluan shkrimet e para, poezijet e tua të veçanta? Shkrimet e para kanë fillu heret. Unë kam, nana ime kishte zakon me runte fletoret, i runte deftesat, edhe ato i kam aty janë. Në një fletore diktimit kam gjetë 2 vargjet e mia të para shkrume me bojë tjeshile, me bojë gjelbër. Në atë kohë, her mas heret krijohej krizë në Shqipni herë, pra nuk gjenej ngjyra e blu e pelikanit, e ke parasysh ajo e famshme pelikan, dhe herë delte në shitje ngjyre kuqe që e përdornim në nxënësat, herë ngjyra jeshile. A më kupton? Unë vargjet e para certifikume i kam me ngjyrë jeshile, shkrume diagonalisht në një fletore diktimesh. Por nuk kanë 2 vargja, janë vargje kot, po kur farancijet, po janë, si me thanë, vargënim, janë shkrume në vargje. Valët e detit po na çojnë në përshtigje plot jehon. I ta 2 vargja janë që mos me pashkru tjetër unë, do t'ishe faqja e zezë e ton fisi. Si thuti. Atëre, poezia e juaj shpesh konsiderohet e thellë dhe filozofike. A është kjo zgjedhje e vendshme apo vjen nga natyra? Çdo poezitë tua a janë të lindura të natyrshme? Si janë? Tashti ka gjithfar poezish, edhe gjithfar teknika të shkrumjes së poezisë. Një pjesë, sidomos ata të shkurtat, vinë si vetim. Edhe ti duhesh me shku vrap të letra, me i hedh, se ndryshe ata të rrshasin edhe ti nuk i kujton më. Sepse ata nuk mohen mend, nuk mohet mend mendimi, mohet mend shkrimi. Prandaj njeriu shkruan, sepse mendimi është vjen, krijohet imazhi i tij dhe manej fillon e zbehet edhe venitet edhe zhduket. Këta janë pra poezit spontane ku ti ke hedh një produkt të pa vetëdijshëm, tanin e ke hedh në letër dhe e ke zënë bukur, e ke zënë në prit, e ke zënë në kurth. Dhe jo pak herë na me këtë teknik arrim me vjel gjanat tona më të bukura që na vinë në mend. Por poezia ka edhe meditacionin, ka edhe përpunimin, ka edhe elaborimin, ka edhe ndjekjen, po themi, të një intence letrare, të cilën ti don me e formulu në një mënyrë, pse jo edhe racionale, edhe të argumentume. A më kupton? Kuptohet që kjo kishte me qenë letërsia ma pak spontane, por gjatë
jetës time menore dhe gjatë jetës menore të gjithë shkrimtarëve, disa ide duhen përpunu në mënyrë racionale, gjithmonë me kujdesin që ata të kenë një formë sa ma lirike, t'jenë sa ma metaforike, sa ma shumë shtresore, edhe sa ma shumë goditse. Për këto shumë vite, keni numëruar sa poezi keni bërë? Unë i kam 3 vëllime, i kam me kaq 100 poezi. Vëllimin e 4 që e kam të gatshëm, e kam ma me pak, po me shkru, duhet i kem shkru një 700, por unë do t'i la ashtu ata se a di që është puna, poezit janë si buka, e vend bukën në tavolin edhe pret. Bin edhe do thrime, do troha, që i thot Kosova. Ata janë për të njëjtës buk janë, po janë të vogla edhe nuk i vend kush re. Megjithatë, në qoftë se nesër mas nesër dikush do me studiu diça nga sa kam shkruun, kam u dasht me i mledh të tana e me i ba buk si ka kënë fillim pa hin thika. Verzioni i poezive të juaja si janë? A janë më shumë kameri për të qeshur, apo janë si lloj batuta, apo si janë? Unë nuk e kam studiu vedin se nuk kam një. Unë më duhet me shkru, me prodhu. Shokët e mi, dashamirësit e mi, lexuesit e mi, të gjitha distancave, na i mehet, më thonë se ti je poet lirik erotik. Oh, wow! Mirë po, sa kohë kam qenë një martum edhe me gru në shtëpi, kjo punë nuk më ka ra fort mirë. Se aty është kënu për një 200 femna. Edhe kjo punë mund krijote keq kuptime edhe konflikt në familje. Po ç'a them unë e kam kënu, në qoftë se i kam kënu dashnirë, i kam kënu si një njenjë universale e përbotshme, pa detyrimin që ata shkrimet e mia t'jenë autobiografike. Edhe të gjithë që kanë shkru, kështu shkruajnë. Ma fort është një gru ideale, një Beatrice, e cila e eksiton mendjen e poetit, se sa janë disa emnat përveçëm, o njerëz që i ke taku sot sot do t'i takosh nesër. Pra, poezia dhe arti i vërtet, themun, është një abstragim mi realitetin. Nuk është si piktura që ti pikturon dikën dhe ai njifet se aja është, edhe s'mund të thush, jo, nuk është kjo. Letërsia është më abstrakte se piktura, letërsia nuk e ka fuqin imituse dhe atë mimesin kaq të fuqishëm sa e ka piktura, ajo ka lirit mëdha dhe mrena një portretit përbashkon tipare të shumë individëve. Si me thënë, në këtë kuptim na e kemi argumentuar dhe kemi shmang gjithmonë keq kuptimet edhe me njerëzit e shtëpisë, se ne jemi një shoqni e ne pa emancipume. Ne të mas sa mos me i ba përshtypja ati tjetër.
Jo mos me të pyet, po mos me I bën përshtypje. Ti po më flet mu për diçka, për një krijesë metafizike tonë. Je ty fol për nuk je polici në kufi që të kërkon pasaportën, thot hiqi gjysë lyk se do me të pa, a je ti këtu, as je ti këtu. Ka problemi, adi. Nodhin këto gjana, po unë nuk kam pas probleme tjera dhe kam vazhdu me shkru poezi për dashnin, për trajektoret e saja, për rastet e saja, për thellësinë e saj, për pikëllimin e saj, për gëzimin e saj, e tjerë e tjerë. Kam përkthy Baudelaire-in, veprën e plot të tij, e kanë përkthy edhe Paramet. Unë e kam përkthy, kam punu 50 vjet me te, edhe atë ditë që e kam zjarë, kam shpëtu për një peshe shumë të madhe, se unë kujtoja se duhet me majti 100 vjetë në furr. Ai ishte bagadi me u hangër edhe me u konsumu, e unë e mashe edhe në furr. E nxora edhe shpëtova për ti, edhe nuk merrem ma me te, se 50 vjetë nuk jam marrë as me fëmijët e mi, as me prindët e mi, që zakonisht janë njerëzit e afërt edhe njerëzit në të cilëve ne kemi edhe detyrimet. Ashti, kam përkthy vepra nga letërsia franceze, Chateaubriandin, 4370 faqe, kam përkthy Victor Hugo'n, librin Katedralja e Shënmërisë Parisit, kam përkthy Zonjën Bovary, kam përkthy Jean-Paul Sartrein, kam përkthy André Gidin, dy kryeveprat e tija, Simfoninë Pastorale, pra gjithë, unë kam deri tashti, kam përkthy përmi 10.000 faqe. Wow, kjo është një mrekulli. Po. Kam përkthy përmi 10.000 faqe, edhe kam dasht me këtë punë me majt edhe lidhjen organike me agjen tim, I cili ka përkthy goxha shumë, por jo ma tepër se 3.000 faqe. Për shumë vite, profesionet e juaja që I keni bërë, na tregoni. Po. Unë kam marru për mësues edhe kam metë mësues. Po herë I shkollave të ulta, si mas moshës, kur ishim të ri e marrum shkollën, e tashti kam 35 vjet që vazhdoj me dhanë mësim në universitet, dhe vazhdoj edhe sot që po flasim, unë kam bën 3 orë mësim, para se me ardhë me dhanë këtë intervist të Miko Jamnoli. Atëherë ke një përshëndetje të madhe nga një studente juaj që ka qenë, Linda Lupi, të ka përshëndetur jashtë mase dhe ka thënë t'i urojmë përshëndet dhe më mbarësi profës tim. Kështu që më ka thënë se je një profesor shumë I strik edhe I mirë. Lindën e kam pas kolege, se ajo ka dhënë te multimedia në fakultetin e arteve, dhe masanej u largu atje dhe mora vesh që ka ardhë në Amerikë. Nuk e di a ka me ardhë prap, po për këtë periudhë ajo më duket që është në Adhe, në Shqipni. Si e shihni sot letërsinë shqiptare? Letërsia shqiptare është të bënë përpjekjen e saj dytë. Përpjekja e parë ka qenë dikun në mesin e viteve 30, kur Migjeni, Koliqi dhe Mitrush Koteli u përpoqen dhe arriten me e vu letërsinë shqiptare për hap, me ecë në një hap me letërsinë europiane. Koliqi
adoptoj metodën psikanalitike në ndërtimin e personazheve të veta, po kështu edhe Kuteli, kurse Migjeni jetoj pak edhe që fatkeqësi edhe për jetën e tij, por edhe për letërsinë shqipe, sa i vdiq 27-8 vjeç dhe pa e arrit kulmin e vet. Megjithatë, ai mbetet një shkrimtar me rezonancë europiane, sepse njihet tek ai ajo ndikimi i letërsisë ekspresioniste, edhe i ekspresionizmit në përgjithësi, edhe si piktur, edhe si arte kështu arte figurative, por edhe si letërsi. Masanej erdhi ruli kompresor i Partisë Komuniste që e holloi peten edhe herë. Na çoi edhe herë të letërsia etnocentriste. Na çoi edhe herë të një lloj letërsi e stampës rilindase, ku flitej ditë e natë, çdo titull flitej për atë dheun, flitej për luftën, flitej për qendresen, flitej për njënën, për tjetrën, dhe letërsia shqipe mrena disa muajve e humbi karakterin e saj human. U kthy në një letërsi propagande, e cila ashtu si u kriju edhe shkoi ra si gardhi kalbun mrena një nate, kam thënë, dhe kur kush se përmend më, bile u ndërtu edhe një gjuhë e ashtu quajtun letrare, e ashtu quajtun standard, për me ndërtu këtë lloj letërsie. Por kur kjo letërsi marrëj, na meti gjuha e Kaliboç, na meti në shpinë kjo gjuhë. Sot letërsia shqipe ma e vetëdijshme se kur është nis prap me gjetë njeriun e me përshkru njeriun, me përshkru individin, me botën e vetë dhe me universin e vetë. Me thënë drejtën, ajo periudhë gjatë e asaj monokulture, e ati skorbuti shpirtnor, pra skorbut është një lloj smundje që i bjen marinarëve kur hanë të njëjtin ushqim dhe fillon e ilnuret lëkura, sepse nuk merren të gjitha vitaminat. Ky lloj skorbutit e ka topit edhe të ardhmen, sepse shteti komunist ka pas gjithmonë qëllim me shtërbëzu të ardhmen, që mos me le kur gjanë në tokë përveç farës që doshin ata me mjetë. Megjithatë, mas 35 vjeç, situata ka ndryshuar, letërsia shqiptare ka 1001 modele me zgjedh, pra ka ma tepër krizën e modelit se sa krizën e realizimit. S'po din këmë zgjedh, sepse duke qenë letërsia shqiptare e shkputun prej botës rreth e qark, ajo ka me të mrapa. Dhe tashti ideja për të rilidh me ta na çon kajherë edhe te tendenca, edhe tek formulime letrare, edhe formulime ideore të letërsisë, të cilave u ka kalu koha edhe në vendet e tyne. Dhe shpesh herë na pra po kopjojmë hijen e një letërsie evropiane, në një kohë që letërsia evropiane edhe neshmënia evropiane ka hy në
hulli të reja edhe na e kemi vështirë me I lidhë problemet tona me problemet e saj. Atëherë, çfarë vendi zë gjuha shqipe në krijimtarinë e juaj? Unë jam shkrimtar shqiptar. Dhe gjuha shqipe është jo 99% e pranishme, po është 100% tamam se ai telefoni që e kena lënë tanë natën në ngarkim e kur qohemi mjes e shohim se ka dal një numër me 3 shifra, 100%. Unë nuk kam pas pak kundërshti, unë mu më kanë pengu me botu, më kanë pengu me botu libra, më kanë pengu me botu në gazeta, manej doli Facebooku I cili I shpartaloj ton fanatik të botës, por krijoi faren e menjeletëve edhe të inkompetentave. Por unë, e kushdo si unë, që ka diça me thanë, mundet me thanë në Facebook pa pyet kërken, si ka qefaj dhe si mundet ai. Pra, liria ti tërgon rrugët vetë. Ai që mundohet me ju imponu liris, vdes në rrotën e rënd liris. Kështu që gjuha shqipe, qoftë në përkthime, qoftë në veprat e mia origjinale, është një gjuhë e hapun, një gjuhë që kërkon detajin, një gjuhë që kërkon me ju vesh njenjave jo ma të holla, po edhe njenjave ma të veçanta, ma të çuditshme, dhe kjo nuk arrihet me kur gjatë tjetër veç se me gjuhë. Pra, na jemi vasal të gjuhës tonë dhe e përdorim atë për me arrit shprehshmënin. Nuk e përdorim atë për me I majt hatërin as këti, as ati, as ati. Gjuha për ne a mjet. Dhe mjeti është ai që e kryen punën ma mirë s'ka. Nuk bëhen tana punët me gishta, duhen mjete. Dhe mjetet në zanatin ton janë fjalët e Shqipes, tekstet e Shqipes, qysh prej buzukut e këtej, dhe ajo që është më e rëndësishme është edhe gjuha popullore e cila fatkeqësisht nuk është përfshi dhe nuk janë lanë arkapijat që ajo me hy në tekste letrare moderne kur shkrimtari e gjykon se I ka ardhur kohë. Ju keni pas një vizitë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Si jeni pritur këtu? E di se keni vizituar disa institucione këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, keni vizituar shqiptarë amerikanët. Sa ju ka lënë përshtypje dhe na tregoni pak më shumë? Vizita në Amerikë ka qenë një vizitë që po t'ishim na diplomat ose politikan, do kishim ardhur në Shqipëni dhe do kishim thënë që vizita ishte suksesshme. Por unë nuk e tham fjalën e suksesshme, sepse me shku në shqiptar e me u prit mirë, është gjaja më e njoftën në botë. Dhe aq më tepër që na kishim ardhur me një mision me prezantu librat tonë, me u njoft me lexues të ri, me u njoft me njerëz të kulturës e të artit, me u njoft me njerëz që lexojnë, edhe pse nuk merren me art, pra na gjetëm krejt një copë të shoqënisë shqiptare e cila ishte spostu dhe jetonte përtej oqeanit. Pritja ka qenë shumë e mirë, masi ne spjegum veprat tona, masi ne folem për to, pritja ka qenë shumë e mirë, sepse në një moment
kur shkrimtari ballafaqohet me lexuesin e tij, një prej treguesve është edhe material. Sa libra u shitet. Unë atë ditë kam shit në Long Island, kam shit 60 e sa libra. Ti kishe 500 i shita. Pra pritja ka qenë shumë e mirë, pritja ka të regu etjen e madhe që kanë shqiptarët për gjuhën e vendit tyne, për njerëzit që vinë për anej, për me një gjuhë, edhe vetëm me një gjuhë Shqipen, edhe me pat artikulume në probleme që kanë lidhje me artin, me estetiken, me të bukurën, me njëshmenit që kanë lidhje me njeriun e sotëm, bashkohor e tjere tjere. Mbasi përmenëm librat, ku mund t'i gjej njerëzit librat e juaja që t'i marrin, edhe ato poezit e bukura që keni shkruar be qindra. Tashti botuesi jem Bujar Hudhri, ka hap një librari dhe ai i ngarkon kontejnera dhe i bjen në Amerikë, sepse kërkesa atje është shumë e madhe. Unë me thënë drejtën, kam qenë i pranishëm dhe në ndjeni të këtij projekti të botuesit të Unofrit, qysh në fillimet kur u shestu si ide, por nuk më ka rasti me ditë linkun se kush gjenë sa të blehen online. Unë do të gjej linkun nesër mas nesër dhe do të qoj unë ty dhe ju me që keni media që i lidheni me publikun, mundeni shumë mirë me ju adhan atyne që nuk e kanë. Por depoja është dikun në New York, depoja edhe ka edhe atje njerëz që merren me shpërndamjen, me marrjen e kërkesave, me korrespondencën e njerëzve që janë të interesuar. Ma gjatë nuk di, por unë të premtoj që mrena 2-3 ditë unë ty ta çoj linkun ku munden lexuesit dhe dashamirësit e letërsisë tonë me i gjetë, jo vetëm veprat e mia, po veprat e shumë kujt që ban të njëjtën punë dhe ka të njëjtat qëllime si kam edhe unë. Për fund, një mesazh për të rinjtë që duan të bëhen shkrimtar, çfarë preferimi keni? Jam shumë i sigurt që edhe shqiptarët që kanë shku atje kanë marrë me vete edhe të shqirat për të bë biznesmen, për të bë sportista, për të bë këngëtar, për të bë artista, për të shku në Hollywood. Unë kam Aldo Shlakun, që është emigrant, edhe ai ka shku ma vonë se sa ju, edhe sot është një ndër muzikantat kryesor në Hollywood. Pra, shqiptarët shkojnë edhe nuk harrojnë me shti në boqen e tyne kur nisen për larg, për mos më u kthy ma, me marrë edhe i tuf me ëndra. Këto ëndra manej në ambientet e familjes prodhojnë ëndra tjera dhe fëmijë që kanë le atje rriten me ëndra sepse Amerika është e din tabelen e shumëzimit të ëndrave. Edhe promovon. Me shkru këshilla ime është me shkru duhet me lexu shumë. Pra, ti duhet lexosh kaq shumë sa ti jesh i sigurt se ajo që po shkruan ti atë që po shkruan ti nuk e ka thënë kush tjetër. Pra, çdo shkrimtar duhet me lexu shumë. Dhe duhet me qenë korrent se çanol. Duhet me studiu estetiken, duhet me studiu letërsinë, historinë letrare,
duhet me studiu stilistiken, duhet me studiu këta mjetet letrare me cilat ndërtohet teksti letrar e tjerë e tjerë. Pra duhet me fjet me kry në bibliotek. Dhe jo tjetë libri përjashtim i jetës ti të përditshme, po buka tjetë përjashtim. Po unë pasam harru me hangër, të i lexu. Jo kam harru me lexu se jam të hangër e ty pi. E kundërta. Se Amerika ka shumë mirëqenje, edhe thonë latin të fjallë bukur alvus plena non amat libros doctors. Do me thonë, barkut plot s'kan qaj duhen librat e mençëm. Pra Amerika e ka dhe këtë rrezik, që krijon mirëqenje dhe thuhet që po më duhet mu të ashti më u marrë me punë. Por, ai që është i lem dhe i prim për letërsi, për arte, ai nuk ka hall pa njek prirjen e tij, dëshirën e tij dhe ëndrrën e tij. Kështu që për gjithë ata që donë me ditë prej mejet se si mund të bëhen letrar, është me lexu deri sa me të thanë prind ti tash po bëhesh i marrë. Të falenderoj shumë, me të vërtet ishte një ditë e lumtur që ishim së bashku dhe bisedat e tona me juve besoj që do t'i kishim zgjatë edhe me muje, me vite, se kemi se çka të flasim. Kështu që të falenderoj shumë, ishte kënaqësi e jonja këtu në televizionin tonë Noli TV në kanalin 39 që të kemi njerëz të botës të artit. Faleminderit shumë zotri Primashllaku. Faleminderit edhe për ju Nol. Unë menim të Zotit në shtator më keni prap atje me në libër të ri, ndoshta edhe me libra të tjerë, do të takohemi edhe do të i themi tona gjanat edhe prej afër, jo vetëm kështu nëpërmjet valve. Dyert janë të hapura, sidomos në vatrën tonë ku e kemi në Bronx, është kënaqësi e jonja që të kemi aty, të bëjmë edhe promovimet e tua të librave tua. Faleminderit shumë dhe kënaqësi. Faleminderit. I përshëndes edhe gjithë lexuesit, edhe gjithë miqtë e mi atje, njofton e pa njofton në Amerikën e largët, edhe miru pafshim me mirë ju gjetra.